Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Në fillim Allahun e madhnuar e falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi edhe sonte në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin tonë, ky është i dërguari im. Do të vazhdojmë sonte me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu me rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillimeve nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe në takimin e fundit kemi mbetur tek betejë e Uhudit. Kemi përmendur do të thotë disa çështje të rëndësishme me për këtë betejë. Domthon arsyet e kësaj betejë dhe mobilizimin e kurajshëve për këtë betejë dhe gjithashtu në anën e pejgamberit sallallahu përgatitet për të mbrojtur dhe për të ballavaçuar me ushtrinë e madhe të kurajshëve. Nëse kurajshët pasi që psuan disfat në Bedër, nuk mund të pajtoheshin me këtë realitet nga se kjo ju kushtoi në shumë fusha të jetës së tyre. U dëmtuan mas të madhe imazhi i tyre, domethënë fuqia e tyre, pastaj edhe autoriteti, po edhe në kuptim ekonomik u dëmtuan, andaj ishte më se e domosdoshme për ta që realisht ta rikthejnë këtë autoritet, këtë imazh duke mposhtë pejgamberin asëm, po kësaj radhe me një organizim shumë më të madh, me një ballavaçim shumë më goditës që do të synonte edhe vrasjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kurajshët e Mekës filluan që të mobilizohen dhe krahas mobilizimit brenda Mekës, ata dërguan therrës që të mobilizojnë edhe fiset tjera arabe, që tjetë një goditje gjithë arabe e gjithë fiseve kundër Muhammedit alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë aspekt ata mblodhen 3000 ushtar të armatosur shumë me armët e asaj kohe, por edhe me shumë kalarës, e shumë ushqim, e shumë përgatitje që realisht sipas tyre garantonte një fitore të pakontestueshme. Në anën tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kuptoi që ata janë nisë për të luftuar, i erdhi lajmi nga agja e tij Abasi. Abasi ishte në Mekë ende, nuk kishte besuar hala pejgamberit alayhi salatu wasallam haptaz, nuk kishte shfaq ende besimin e tij, por kishte padyshim simpati dhe përkraje për pejgamberin alayhi salatu wasallam, andaj ai ishte një nga ata që e informuan detajisht pejgamberin për këtë ushtri. Filloi pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndëruar shikues që të përgatitet. Ishte dilema se ku të pozicionohen, realisht ku ta zhvillojnë luftën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam anonte që lufta të zhvillohej brenda Medinës. Don që ata realisht të bëjnë një luftë rrugësh që për ta do të ishte më e lehtë të mposhtin kurajshët e Mekës. Nga se do të inkuadroheshin edhe gratë nga kulmet për të godit kurajshët nga lart, edhe burrat domthon nga qoshet e rrugëve të ndryshme që ti zënë në befasi kurajshët e Mekës, do të shkaktohet një huti dhe një hallakam kushtimisht në radhat e kurajshëve që do të ishte në favorin e muslimanëve. Kjo ishte për faktin se ajo përgatitje kaq e madhe kurajshëve, në anë të pejgamberit ende nuk ishte fuqizuar mirë ushtarakisht, nuk ishte në favor që të ketë ballavaçim direkt me ta. Prandaj preferoi pejgamberi që të bëhet një lloj strategjie tjetër e luftës, jo bash direkt ballavaçuese, po një lloj ballavaçimi ndoshta më tepër gueril brenda rrugëve që do t'i zinte në befasi edhe do t'i zinte në huti kurajsht e Mekës. Dhe disa arsye tjera që rajsh pejgamberi anonte ka qëndrimi në Medinë, mos me dalë jashtë Medinës. Por disa nga krerët dhe njerëz autoritativ në Medinë thanë, oj dërguari i Allahut, na s'kemë lejuar armikun me him brenda Medinës edhe kur kemi qenë jo besimtar. Kemi qenë ignorancë, por kemi pas një lloj, domethënë një lloj diniteti, një lloj integriteti që s'kemi lejuar kur armikun më ofru afër shtëpive tona, afër grave tona dhe fëmijëve tonë. E tash si me leju që ata të afrohen në Islam? Ne propozojmë që dalim në Uhud. Tash Uhudi të ndëruar shikues është brenda Medinës, normal, Medina është zgjeruar dhe Medini tash Uhudi gati ka rënë mes Medinës, gati.
Po të kaluar ka qenë jashtë Medinës, një ka qenë shumë e vogël, është dashur me bëni distancë, me kalu, ndoshta me disa kilometra për të arritur deri tek Uhudi, kodra e Uhudit. Në disa anë saj, disa kanë qenë edhe më larg. Kodra e Uhudit është një kodër që rresht e rrethon nga shumë anë Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë si të vendosni ju pra. Nga se ky është mendimi i ansarëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk donte që realisht të bënte veprime pa u konsultuar me shokët e tij, në veçantë me ansarët, që e kishin srau pejgamberin në shokët e tij. Prandaj qytetisht i tyre shikoni çfarë kujdesi dhe sa i edukuar dhe sa modest ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëherë tha, me që është puna kështu, nuk prish punë. Dhe vendosën që të dalin në Uhud. Pejgamberi alayhi salam të ndëruar shikues hyn në shtëpinë e tij dhe u përgatit. Veshi parzmorën, bëri gati shpatën dhe atë që kishte mundësi të përgatitej dhe doli. Kur doli, ata që kishin propozuar që dalin në Uhud, ndiheshin keq, mos e kanë prish pejgamberin sa. Thënë oj dërguari i Allahut, po rrim në Medinë, s'po ta prishim se po nimi keq. Nuk po mundum na me ec tutje në mendimin ton duke di se mendimi yt është ndryshe. Ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i takon një pejgamberi kur e vesh parzmorën për me dal luftë, më u kthy prap mrapa. Nuk është kjo mo opcion. Opcioni është që shkojmë ka Uhudi. Kështu ta pejgamberi sa. Në rrugë ku të shkojmë një modesti të pejgamberit sa. Dhe ndonjë një vendosmëri, nuk kishte për shkak se më pas dikush inat apo më thonë që mendimi jam le të zbatohet përkundër interesit. Jo, më shqybe në që është më mirë, dalim në Uhud të spish punë. Se mendimi për betejën e Uhudit nuk ishte shpallje. Sikur të ishte shpallje nga Allahu xhallahu ala rrin në Medinë, nuk do të kontestohej. Por ishte mendimi pejgamberit alayhis salam nga aspekti i tij si njeri, që ai parashitet që ndoshta Medina do ishte më e përshtatshme të ballavaçohet për shkak të, domethënë, shpërputhjes mes dy ushtrive në kuptimin edhe numerik, po edhe në kuptimin ushtarak dhe përgatitor. Atëherë vendosen që të nisen për në Uhud. U nisën për në Uhud dhe transmetimet flasin se numri i ushtarëve që ishin të radhitur pas Muhamedit alayhi salatu wasallam ishte afër 1000 ushtar. 1000 ushtar. Në mes të tyre, domethënë, transmetimet flasin për disa kalarës, por shumë pak. Transmetimet sakta flasin se ishin 3 kalarës këtej, një pejgamber sa ishte kishte kalin e tij, dhe një nga shokët e tij tjerë gjithë në këmbë, përballë qindra kalarësve nga ana e Mekasve, kurajrit Mekës. Do të mal të kesh një aradh kalarës në betej ishte përparësi e madhe, ishte normal dominim i pakontestueshëm i palës mbi palën tjetër. Disa transmetime flasin të sakta se s'kishte kalarës fare. Të gjithë ishin në këmbë. Edhe pse ka disa që e përmendin se kanë qenë afër 50, po këto nuk janë transmetime të sakta. Nuk janë të verifikuara. Transmetimet e verifikuara flasin se në mesin e 1000 ushtarëve së bashku me pejgamberin alayhis salam nuk kishte kalarës. Apo kishte po 3 janë. Po sikurse mos ishin fare, nga sa ata nuk kanë ndonjë peshë fare të ndikimit në betejë. Sidoqoftë, kishte përgatitje modeste pejgamberit alayhis salam. Dhe unis pejgamberi sa me mbrojt vendin e vet, me Kurajsh gjithë ato kilometra po kalojnë për sulmu pejgamberin sa në Medinë. Dhe unisën drejt Uhudit. Ushtria e armikut ishte llogoruar tashmë tek Uhudi, si përgatitje për ta sulmu pejgamberin alayhis salatu wasallam. Se kanë udhëtu kohë gjatë, normalisht ushtria ka pasur edhe që kohë pas kohë të pushonte. Edhe para se të bëjë sulmin në Medinë, ata u llogoruan në afërsitë të Uhudit, që aty të pozicionoheshin. Andaj pejgamberi nuk i la që të afroheshin më tepër, por ai shkoi tek Uhudi që aty të zhvillohet betejë që të largohet rreziku nga gratë, nga fëmijët dhe nga shkatrimi eventual i shtëpive në Medinë si pasojë e betejave dhe konfrontimeve mes dy palëve. Në mesin e atyre që ishin nis me pejgamberin ishte edhe Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Kush ishte Abdullah ibn Ubay ibn Saluli? E ke përmendur më herët kur ardhi pejgamberi në Medinë, ky njeri ka bërë shumë problem pejgamberit sa. Ky realisht ka qenë në prag të
marrja së pushtetit Medine. Ka qenë në prag që t'i vendoset kurora e mbretit të arabëve të asaj pjese. Ka ardhur pejgamberi sa normal tash ka ndryshuar situata. Njerëz kanë besuar pejgamberin sa dhe i dërguari sa tashmë ishte ai i pari i vendit. Ai ishte që njerëzit e pyetnin dhe ai u udhëhiqte me situatën. Dhe kjo padyshim ka shkaktuar një lloj urrëtie të këtij njeri ka shi pejgamberi sa. Asnjëri si ka besuar. Po kur e ka pa fuqinë e pejgamberit sa ndikimin e tij veçanërisht pas betejës së Bedrit, padyshim që është paluar duke fshehur mosbesimin e duke shprehur besimin. Don kjo është dyftërsi, hipokrizi. Madje hipokrizi nga më të shëmtuarat, hipokrizi në besim. Ishte dyftësh në besim. Po kësaj radhe ky nuk u ndan nga ushtria. Ky kishte qëllime të këqija. Nisja dhe dalja e tij nga Medinja nuk ishte as pak dashamirëse, po ishte shumë dashakeqe. Dhe kjo është ndëruar shikues tradita e hipokritëve. Gjithmonë domethënë bëjnë kurtha, fshehen dhe pastaj në situata të pafolitshme, situata shumë kritike për besimtarët, ata i nxjerrin planet e tyre, ata i nxjerrin realisht qëllimet e tyre për të dëmtuar besimtarët dhe për të hapur rrugën armiqve të besimtarëve që të dominojnë mbi ta. Kjo është historikisht e dëshmuar. Hipokritët, mashtruesit, dyftyrësit, servelt e ndryshëm që shesin besimin, shesin moralin, shesin dignitetin për një grush parash. Të bashkëpunojnë me armikun në dëm të besimtarëve. Pranojnë tradhin, pranojnë pabesin për një grusht parash fatkeqësisht. Për një interes caktuar e psharak. Këta nuk mund t'jenë nga rreth e pejgamberit sa. Ata që tradhojnë popullin e vet, tradhojnë besimtarët, tradhojnë vendin e vet, ata që bashkojnë me armikun, ata nuk mund t'jenë të ndëruar shikues asnjëherë nga rreth e musliman, nuk mund t'jenë, nga se pejgamberi sa është i pari që realisht ka pas me ta probleme. Këta janë të parë që kanë tentuar me i bë gropa dhe gracka pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj pasardhësit e tyre nuk mund të jenë në frymën e udhëzimit të pejgamberit çush nuk kanë qenë edhe para ardhësit e tyre fatkeqësisht. Allahu na ruaj. Dhe u nisën dhe u dashën të ndalen në një vend që të pushojnë për të marrë veten natën që pastaj të vazhdojnë dhe para mëngjesit ose pas sabat të arrinë në Uhud. Aty kur ndalën në një vend, u ngrit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shikoni, pak para se mri në Uhud. Ishte çështje, domethënë, distancë shumë e vogël para ballafaqimit. Shikoni çfarë situatë kritike. Ai ngritet dhe e ndan ushtrinë, e përçon ushtrinë. Krijon një fallë hutije, krijon një fallë paqërsie, saqë, domethënë, normal ata nga fisi i tij, disa të tjerë, ata që kishin realisht deportuar në rreth të besimtarëve, afër 300 vet ndahen nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Në shikues, këta 300 s'kan qenë të gjithë në nivel të hipokrizisë, sikurse Abdullah ibn Ubay ibn Salul. S'kan qenë kështu. Por kjo është fatkeqësia kur njerëzit e caktuar në bazë të autoritetit, në bazë të shtirjeve të caktuar dhe aktrimit, manipulojnë masat e gjora të njerëzve. Edhe kur pejgamberi ka pas njerëz që kanë qenë besimtarë të rëndom, të thjeshtë, domthonë nuk kanë pas shumë njohuri, nuk kanë pas shumë bindje, andaj let ka depërtuar dyftësia tek ata, let domthonë janë manipuluar, pse shokët e pejgamberit dhe shumica dërmuese e besimtarëve kanë qenë stabil sikur do ta dëshmojmë. Por ka pas njerëz të tillë nga arabët, nga beduinët që kanë qenë ignorant, kanë qenë domethënë njerëz që se kanë kuptuar ende si duhet seriozitetin e besimit, s'ka depërtuar ende besimi mirë si duhet në zemrat e tyre. Dhe këta u manipuluan. Dhe kështu është gjithmonë fatkeqësisht të ndërshikues. Njerëz mund të jenë besimtar, mund të jenë ndoshta edhe të safit xhamis, por mund të manipulohen nga fushata, nga media të caktuara në akuza ndaj besimtarëve, ndaj hoxhallarëve, ndaj bashkisë islame, fatkeqësisht besimtar me qenë e me dyshu në qëllimet e bashkisë islame, qëllimet e hoxhallarëve, në qëllimet e muslimanëve e kështu me radhë.
apo të rekrutohet nga radhët e besimtarëve edhe që bën dëm në shërbim të kauzave tjera dashakeqe. Fatkeqësisht. Kjo është realitet. Kjo është realitet. A duhet jemi të vëmendshëm, a duhet jemi të kujdesshëm së qel që të përcjellim situatën dhe të shikojmë se kush mund të jetë ndonjë kandidat potencial për të keq përdor e të serojmë gjërat edhe të imunizojmë masën maksimalisht që të jenë realisht rezistent ndaj tendencave të ndryshme dashakeqe për të futur keqkuptime dhe përçarjen e mesin e besimtarëve. Me qenë shumë suqil të ndruar shikues. Pa zëmendje të madhe. Se njerëzit mund të futin huti. Për shembull, shikoni për shembull të ndruar shikues, dilema se ato që mbulohen paguhen. Wallahi kjo dilemë nuk ka dalë nga njerëzit e mençur. S'ka dalë kjo dilemë e kjo akuzë nga njerëzit studiozë, që kanë hulumtu, kanë statistika, kanë numra, kanë dëshmi, edhe në bazë të kësaj saj kanë konkluduar se mi 50% të motrave të mbuluara realisht është vërtetuar se paguhen për shami. Për shembull kushtimisht, zburojnë këtë dilemë nga këta. Zburojnë nga matrapaz caktuar që nuk pritojnë që me prish rahatin, me prish unitetin, me mbjell dilema për një grosh tash parash, për një grosh interese caktuar. Andaj lansojnë dilema të tilla të paqëndrueshme. Që deri më tani ala s'kan arrit me vërtetuar se realisht ku janë që ato që po paguajnë. Kush po i paguan realisht? Nuk është arrit ende dëshmon. Mund del tash dikush e të bën aktrim, më mbulu e më thon kam paguar raste të caktuara të izoluara të aktrimit edhe të nismave keqadashse mund të ketë normal, mund të ketë. Se dikush që mund del atë për shembull ma kanë imponu besimin apo për shembull. Mund del thot suninalim njerëzit. Pa është kjo dituri, a është kjo dukuri, a dominon kjo çështje tek shumica e besimtarëve kurr? Asnjëherë. Asnjëherë. Andaj mosat tona muslimanë mbulohen nga bindja, mbulohen nga besimi, nga dashnia për Allahun, nga këto motive dhe arsye mbulohen. Sikurse dhe falen për këtë arsye, sikurse agjerojnë për këtë arsye, e shumë të tjera. Një musliman nuk pin alkool, nuk lum bijaz, jo pse e paguan dikush, po me pagu sa dush ai spin alkool, me pagu sa dush ai selen namazin. E kur njëri paguhet për diçka, momenti kur pagesa rritet nga pala tjetër, ai ka dhënë te dikush tjetër shumë normale. Nuk mund me parë dunjas me ble një besimtar apo një besimtare të sinqert që më thon çka kaq para dhe je ke shamin. Tash njerëz me besim dopte në qoshe në periferi të xhamatit mund gjesh, po them sikurse ky ka gjetë, por ata besimtarë të sinqert vërtet që ka shumë dhe janë shumica e besimtarë të këtij të sinqert përkushtuar stabil, të vërtet në deklarimet e tyre, nuk mund gjesh që e shesin besimin për kurrë në këtë dunjë. Ka se kanë më të shtrejë se keq ka kanë këtë dunjo. Dhe dikush e ka lansu këtë dilemë edhe ka futur për në familje. Kur dikush ka dashur më mbulu ndonjë vajzë, për shembull baba ka kundërshtu, kush po të paguon, ku i piqon parat, kush po paguon. Ku ki më shku me këtë shami, ku ka më shku, çto ka më kon. Se dikush ka lansu akuza dashakeqe se po mbulon e piqojnë pastaj në këtë vend, e piqojnë pastaj këtu. Ku piqojnë vëllai? Që ka motra të mbuluara i gjenë në shkolla, i gjenë në punë, i gjenë në rrugë, i gjenë në shtëpia, i gjenë të martuara, i gjenë nëna me fëmijë. Pjesë e këtij populli. Dikush tenton me fut huti, me fut një lloj mjegullie, e gjen fatkeqësisht njerëz që janë viktima të këtij manipulimi fatkeqësisht e që pastaj bëhen vegël e lirë e njerëzve dashakeq në keqpërdorimin e tyre për agjendat e caktuara. Allah na ruaj. Dhe edhe ky është i tillë të ndrosh shikues. Ky është magjistar në oratorin e tij. Ky dinte se si me lut lojën. Andaj u gjetë dhe tha, pse na më shkuta me dek not? Çfarë do bie kem na? Rresht kur është me kanë problem me Muhamedit, s'ka problem me mua. Ta populli vet janë problem me zveti. Kur është me nuk kanë problem me Medinesit. Përmendo. Ju shkam në Medinesit. Ata kanë problem se ju e keni strehu pejgamberin sa. Në Bedr kur në poshtë ushtria e Kurajshve ka pas edhe Ansar, edhe të Medinës, edhe të Mekës, muhaxhir, bashkë kanë qenë, s'ka mundarje.
por dikush të të më ndan këto aspekte. Jo nëna me të bartë, e këta me të zitë, nëna me këta, e ata me ta. Muslimanët janë një. Ndaj të nërshikues, të në të më hëtë përqarë, duke thënë që na po këthejhëm. E unë ngritë njëri nga besimtar sinqert, e i tha, ki frikë Zotin e burë. Po qysh për len tash, realisht pejgamber sa, po qysh për len tafër me të tu, për len poplin tanë, të balafaqohet në beteja tje, ti po ikë. Kjo është e fjallë e ronë për rabat. Be nga beteja, trathia është e fjallë e ronë për rabat. Por njeri kur s'ka parimet sinqerta, apo, edhe këto që realisht janë të refuzuara në shoqëri, i pranan për të arrujt interesin e ti. I tham parimet për interes. Andaj, qëfar tha? Tha, në me di që bëhet luft në vim, për s'ka luft. Këtë e manovra, keni me dalë dinut, keni më kry. Qëfar betej? S'ka betej. Veç për do në badja, po më ko, po këthejmë se s'ka betej. Unë e di që s'ka më po luft. Edhe ndau një pjesë ushtrisë. Kutoj një pjesë besimtare, por Allah i farcoj. E pejgamberi i vendosur, për kundër faktit të këtij problemi, që ka sa ka ndikim kjo në aspektin moral të ushtarëve. Sa ka ndikim kjo në një lloj hallakame psiqike që mund të shkaktohet tek luftari. Normal, këta u ndajtën, këta çka ndodhi. Shiko, tash po shkruajmë në ashtu ishim pak. Por besimtarët këtë plagë, këtë shkaktuar e kuruan shumë shpejt. E kapën shumë shpejt veten me çka? Me besim në Allah xhallahu ala, me besim në Allah xhallahu ala. Besimi është me helemi i varrave. Besimi është qetësues për çdo shqetësim që ta shkaktojnë hipokrit e kësaj kategorie. Njerëz dashakëq të kësaj kategorie. Besimtarët e gjejnë vetën në bashkënë Allah xhallahu ala. Andaj u tha ky nga mesi tyre, nga sahabët e pejgamberit, tha, masi s'po ktheni, e ba'adakumullah. Ju largoft Zoti sa më larg për neve. Qase Allahu ka më i mjaftu pejgamberit edhe pa juve. Në Allah xhallahu ala ka më ndihmu pejgamberit edhe pa juve, si duani hiç. Ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi sikur se kemë shpjeguar inshallah në takimet e ardhshme. Tash nga ata 300 që u ndan, domthonë ishin 1000, mbetën afër 700, pak më pak se 700, edhe vazhduan tutje të ndërruar shikues drejt Uhudit. Kur mbetën në Uhud, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tashmë po i poziciononte shokët e tij. Ju në këtë pjesë, ju në këtë pjesë. Ju të parë sulmani, ju pastaj vazhdoni. Ndante pozitat si një strateg, hatashim i madh ushtarak, për treguar se i dërguar sa kuptonte politikën, kuptonte ushtrinë, kuptonte betejat, ballafaqimet, i dinte këto. Se Allah e ka përgatitur për çdo çka. Me gjitha këto për jetën që na duhet i gjen tek pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe në kuptim të liderit, edhe në kuptim të strategut, edhe në kuptim të luftarit, edhe në kuptim të familjarit, edhe në kuptim të pushtetarit, në çdo aspekt e gjen Muhamedit sa model për gjitha kategoritë e shoqërisë. Për gjitha kategoritë e shoqërisë. Qase në çdo aspekt ishte më i kompletuar i dërguari Allahu te barekuhu teala. Andaj Allah përmend në sura Al-Imran, kemi thënë sura Al-Imran flet për betejën e Uhudit. Edhe Allahu xhallahu ala thotë kur të dolën nga familja, edhe të bëvë ul mu'minine me qaide lil qital, u ndajshë vendet, pozicionet besimtare për betej. Pasi që i ndau këta, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam caktoi 50 vet, 50 ushtar i ndau nga ushtria në udhëheqje të Abdullah ibn Xhuberit. Abdullah ibn Xhuberit Ansari ishte i Medinës. Dhe pejgamberi i vendosi një kodrin që ishte pas shpinës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qase pejgamberi alaihi salatu wasallam, domethënë po pozicionua ashtu që kodra ishte pas shpinës. E mballi kishte kur ishte Mekës. Ata u sillen ka domethënë kodra dhe dolën në anën e Medinës. Në kur ishte Mekës ishin më afër Medinës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sa e kishte dertin e shpinës, ata ishin shumë, dhe një palë mund të sulmonte drejt, një palë mund të vite nga mrapa, dhe do të bëjë kërdi. Normal, do të ishte probleme me u gjithë në atë hallakam i sulmuar nga gjithanët. Prandaj u siguruan që betejë të bëhet vetëm përpara. Kur ka ballafaqim përpara, besimtarët janë pastaj ndryshe. I vendosi këta shigjetar
në këtë kodër. Sot e kodër është Medinë, të gjithë haxhilerët, umregjit që shkojnë të ndruar shikues në atë vend, patjetër kanë me vizitu Uhudin. Në Uhud e kanë vendin ku është betejë, është kodra e shigjetarëve, ku kanë ata. Ku I ka vendosur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sikurse në Uhud janë varrezat e dëshmorëve të Uhudit, sikurse do të flasim inshallah në fund të këtij rrëfimi për edhe ata që u vranë, edhe kush u vra nga më të njohurit, domthonë në betejën e Uhudit, nga se betejë e Uhudit ka u pejgamberi nga shokët më të mirë që I ka pas, nga të afërmit e tij, por kjo është çështje që do ta flasim inshallah në takimet e ardhshme. Kur I vendosi pejgamberi të ndruar shikues këta në këtë pjesë, ju tha dëgjoni. E ju ajo që të përcjellni dhe të vazhdoni lëvizjet e armikut. Mos lejoni askush na vjen pas shpinës. Dhe mos lëvizni nga pozicioni pavarësisht çka ndodh poshtë. Shikoj tha, pavarësisht ishte shumë I qartë pejgamberi. Tha, nëse na shihni që po fitojmë, mos u bashkangjitni fitores. Nëse na shihni se po na sulmojnë, mos zbritemi na ndihmu, lënani. Nëse na shihni se po na vrojnë një nga një, mos zbritni me na ndihmu, lënani neve me ta. Ju ruani shpinën. Nëse na shihni se edhe plaçkin e luftës e kemi marr, mos zbritni derisa unë t'ju tras. Qartë, mos keni arsye për asgjë me zbrit poshtë. Rrini derisa t'ju vije thirrja me zbrit. Edhe vendosën atë. Edhe ushtria e armikut ishte ndarë në 3 pjesë. Ballinën e udhëheqte Ebu Sufjani, lideri I Mekasve. Në një anë ishte Ikrime ibn Abi Jahli, baba I tij ishte vrarë në Bedër, tash ka ardhur hakmar për babën e tij, dhe në anën tjetër të Ebu Sufjanit ishte Khalid ibn Walidi. Ky që e përmbysi pastaj në fund betejën e strateg, hatash I madh luftarak, domthonë I vështirë betejë, e ai ishte në një anë që udhëheqte një krah të ushtrisë. Pejgamberi I vendosi thash shigjetarët dhe u tha mos lëvizni derisa nuk merrni urna për këtë. Dhe të ndrosh shikues, këtu pastaj janë zhvilluar edhe para lufta, grupe janë sulmu derisa realisht lufta e ka marr forcën e vet, e ka marr goditin e vet. Është luftu në gjitha frontet, në gjitha anët është luftu. Transmetimet flasin për një betejë shumë të rrept, për një betejë shumë të vështirë, për një betejë shumë domon goditse. Nga se ata ishin nga Mekja të mllefosur, me plot urrëtie. Besimtarët ishin në mbrojtje të vendit tyre, nuk ishin ku të shkojnë përtej Medinës. Dhe në poshtë në kuptonte departimin e kurajshme të ashte gratat e fëmijët. A s'kishin ku të shkonin përtej një betejë që ishte me tërë potencialin e mundshëm. E këtu të ndrosh shikues, shokët e pejgamberit treguan trimni hatashme të madhe. Nuk u zbrapsën përkundër, domethënë, provokimeve edhe nga hipokritët, nga munafikat, po edhe përkundër, domethënë, forcës së armikut, nga se ata ishin të bindur se kauza që po e mbronin ishte e drejtë. Ata ishin të bindur se ajo që për çka po luftoni ishte e drejtë. E kur lufton njëri me bindje, edhe kur lufton njëri me kënaqëri dhe në mbrojtje të asaj që është e drejtë, potenciali luftarak rritet. Normal, potenciali I goditjes dhe I ballafaqimit rritet. Korejt s'kishin moral në asnjë aspekt. Asnjë drejtë nuk e kishin. I kanë dëbu nga Mekja, ja u kanë marrë pasurinë, prap vinë e sillen rahat Medinë. Çka po tani mo? Dajte të shikosh shumë rëndësia dhe kauza për çka lufton ti. Dhe zakonisht në betejë, armiku sot që ka qenë I fuqishëm, nëse ka sulmuar një vend tjetër, domthonë që ai vend ka luftuar për vend vet, për shtëpi vet, për shpirt vet ka luftuar, ka qenë probleme dominu, ka qenë probleme e pushtu. Edhe se ka pushtuar një kohë s'ka mujt gjatë me të quapën. Ase vendi yt, ai të ndroshikues edhe në vendin tonë. Kemi bërë sakrifica të shumta. Sa janë keqtrajtuar njerëz në përburgje, sa janë ra, lufta si ka qenë. Kemi qenë shpërputje totale me forcat e armikut. Megjithatë më që kemi pas, më potencialin tonë kemi dalë përpara. Ase vendi jon, ku të shkojmë për te vendin tonë? Pragu jon, ku të shkojmë për te pragut tonë? Ku të shkojmë? Ku të shkojmë për te familjeve tona? Ndaj, edhe ka dorë Zoti i mënduar,
është bë betejë, kemi betejë me të vërtet shumë të lavdishme që janë bërë në vendin tonë. Janë betejë që realisht e kanë zbrapë sa mikun, pse pastaj ka dorë Zoti i Madhëruar edhe në përkrahje të alatëve, edhe përkrahësve të qertës së Kosovës dhe të popullit të Kosovës është shpartallu dhe është dëbu pushtuesi nga vendi jonë. Andaj njerëzit më kanë i gatshëm gjithmonë për vend vet, i përgatitur gjithmonë për vendin e vet. Muslimani kur nuk duhet që të bën padrejsi. Nuk duhet besimtari kur të pretendon atë që nuk i takon. Por në mbrojtje të vendit vet, në mbrojtje të dinjitetit vet, në mbrojtje të moralit e nderit vet, në mbrojtje të prakut të shtëpisë vet, në mbrojtje të dhëut vet, ka përtej asaj që është jetë o vdekje. Kaq kështu luftonin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Që pejgamberi stimulante që të jenë shumë të fuqishëm këtë betejë, shumë të tregon goditës në këtë betejë, duke stimuluar me kënaqësinë e Allahut, realisht me xhenet. Dhe sahabët e ndërruar shikues, xhenetin e kishin qëllimin kryesor. Ata jetonin për këtë xhenet. Ata jetonin për ta kënaqur Zotin e Madhëruar. E Zoti është i kënaqur kur besimtari mbron vendin e vet. Kur besimtari lufton për nderin e për besimin, e lufton për dhëun e tij, është i kënaqur Allahu i Madhëruar. Ai sahabët e mbrojshin veten në fenë e Allahut xhallahu ala. Që ata kanë me vrap pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me çfarë drejtë? Çfarë u ka bëu pejgamberi sa? Dhe pse ju ka thonë thuni Rabbi Allah, Zoti jam është Allahu për këtë? Ai nuk kishte në anë kurëshve as morali, as e drejta, as njerëzoria, asgjë. Përveç agresionit, dhunës, arrogancës, mendjemallësisë. E në anë ati që është arroganca, është dhuna, është mendjemallësia, nuk mund të fiton. Ka se këtu janë elemente që e shkatërrojnë një shoqëri, një vend, madje një ushtri. Sado që duket e fuqishme e madhe, do të mposhtet, për faktin se arroganca dhe dhuna nuk mundsojnë asnjëherë një gjatësi të pushtimit, madje as fitore në shumë betejë. Sahabët treguan trimëri, sinqerisht të ndruar shikues, të madhe që disa nga këto rastet e kësaj trimërie dhe ngjarjeve që ndodhen brenda betejës, do t'i shpalosim inshallah në takimin e ardhshëm, edhe do të flasim se si përfundoi betejë dhe si pastaj ndryshuan rrethonat befas, si pasojë e një gabimi që u bë, por në gjitha këtu ka mësime dhe ka sinqerisht udhëzime të rëndësishme që nuk duhet me i trajtu vetëm si një ngjarje historike, por duhet me marrë si një shkollë e rëndësishme nga e cila mësojmë edhe për jetën tonë, edhe për përgjithshmërinë tonë, edhe për realitetin tonë dhe rrjedhat e ngjarjeve në kohën tonë. Ktu kemi mbetë. Betejë po zhvillohet, goditjet, domethënë po shtohen dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po udhëheq shokët e tij, duke i trimëruar me trimën e tij, duke i frymëzuar me burrninë e tij, me qëndrueshmërinë e tij, por edhe me inkurajimet hyjnore se ju keni për çka të luftoni. Për kënaqësitë e Zotit edhe për shpëlimin me xhenet. Kam pas ngjarje interesante që kanë ndodhur, shumë ajete thash kanë zbrit me këtë rast, por këto inshallah në takimin e ardhshëm. Kaq për këtë pjesë që ka me betejën e Uhudit, edhe me zhvillimet kryesore do nisja në Uhud që kanë ndodhur dhe si filloi betejë dhe si u zhvilluan disa ngjarje në Uhud, për ngjarjet më konkrete dhe për epilogun e kësaj betejë inshallah në takimin e ardhshëm. Zoti xhallahu ala ruhet nga çdo keqje edhe ju mbrojt nga çdo fatkeqësi. Këtu po e përmbyllim pjesën e parë, pas një pauze të shkurtër rikthehemi pastaj me pyetjet dhe telefonat e juaja. Shpresoj që të vazhdojmë së bashku deri në fund. Po është ndëruar pas trajtimit të temës së betejës së Uhudit dhe pas një pauze të shkurtër u rikthyem përsëri në transmetim të drejtpërdrejt, ku tashmë përmes numrit të shfaqur në ekran të juaj mund të telefononi për pyetjet dhe inkuadrime që i konsideroni të dobishme për emisionin dhe për shikuesit tanë në përgjithësi. Andaj deri sot na bëhet me dije nga regjia se ka telefonat, brenda kohës që e kemi, unë dua që të çdo rastin që të lexoj mirë, na bëhet me dije se ka telefonat më një herë, po urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Vos dhe stam për kurban
Sa ka taktu vakufi dhe kur një kafat me paguar. Po, gjdo e qartë, gjdo informat për kurbanat, ju preferoj që të lajmëroni në Këshillin përkatës të Bashkisë Islame. Në sinit Prishtinës, në Prishtinës, sinit Mitrovicës, të Ferizaj. Lajmëroni atje të përgjegjësit në Bashkisë Islame, të arkatari i Bashkisë Islame, ajo kumton gjithat lidhe me kurbanin, domethënë edhe do të jeni të informuar hollësisht për çdo gjë që ka të bëjë me këtë çështje apo. Ju inkurajoj që realisht të kontribuoni për thënë kurbanave përmes Bashkisë Islame, për faktin se mishi i kurbanave të thërrur përmes Bashkisë Islame shpërndahet tek skamnurët, shpërndahet tek nxënësit e medreseve, shpërndahet tek katërit në të shoqërisë që përfitojnë që sa vite e dekada nga mishi i prerë për Kurban Bajram. Ndodhin ka njëra disa spekulime fatkeqësisht në prag të Kurban Bajramit rreth mënyrës se si prehet, rreth mishit ku shkon, si ruhet e kështu me radhë. Gjitha këto të ndëruar shikues nuk duhet me i marr parasysh. Jemi njerëz, ndodhin gabime të caktuara aty këtu, por juhet aty niveli që me kontestu, domethënë për kushtimin e Bashkisë Islame që të therrën kurbanat, të quhet emaneti i porositësve besimtar në vend dhe të shpërndahet mishi ku duhet. Andaj për shumë informata dhe këtë që ka nevojë, mendoj që është mirë të informoni nga zyrtarët e Bashkisë Islame. Allahu ju dhash bereqet. Mirë, kemi telefonat, po presim në rregull. Thotë hoxhë si me bo me lezu Kur'an që me kuptu me të vërtet. Po me ndodhë shpesh që po lezoj për së më hynë në mendje. Kur'ani është libër, dhe me thonë, i gjerë, i thellë. Disa gjëra mund t'i kuptojmë në lezim të parë, po disa gjëra kanë nevojë për komente, për shërim, nga se nga Kur'ani kanë dalë shumë libra që kanë komentu, shumë shkenca kanë dalë nga Kur'ani, shkenca fetare, po mlas kuptim të asaj që ka të bëjë me adhurimin ndaj Zotit, me dispozitat, me rregullat e kështu me radhë. Prandaj, për me kuptu Kur'anin drejt, mas pari, merru me ajetet që realisht nuk kanë nevojë për shumë koment. Në çfarë aspekti? Për shembull, ajetet që flasin për Zotin që është krijuesi, bamirësi, që flasin për emrat e Allahut të bukur, se Allah është i gjithfuqishëm, është i gjithdijshëm. Kjo është e kuptueshme. Pse për të soi ka ende komente, ka nevojë për të folur për emrat e Allahut xhallahu ala, po në aspektin e jashtëm është e kuptueshme. Nëse për pejgamber për shembull, kur u dërgoi Nuhi te populli vet, çka i ka thënë populli vet, çka po sa për Nuhi alayhis salam, çka qenë i sjellshëm, i kujdesshëm, kjo kuptohet. Nëse për shembull për ahiretin, çka ka në botën tjetër, çka na pret, llogaridhënia, ringjallja, peshorja, domthonë xheneti, xhenemi, të kuptueshme janë këto. Dhe kjo kuptohet. Gjëra të tjera që nuk i kupton, pyeti hoxhallarët për këtë. Ose shërbeu edhe me një libër që ka koment të Kuranit, që spaku në aspekt përgjithshëm të interesohesh e të kuptosh spaku pak më thellë ato që ka ki nevojë. Dëgjoj ligjërata që kanë komentuar surat e Kuranit që ti kuptosh pak më thellë. Gjitha këto mënyra që mundesh me thellu pak më tepër kuptimin e Kuranit. Mirë, kemi të nëmatim kuadrojmë, urdhani? Selam aleikum, hoxh. Aleikum salam. Jam një mërgjimtare, unë kam 2 pyetje për ty, nëse ka mundësi, rreth namazit. Po, urdhna? Unë folna me 4 suret e shkurta. Po. Kefser, Ihlas, Felek edhe Nas. Pyetja ime është, për shembull, për farz ose për sunet, muna me fillu me Kefser, edhe surën e dytë, në rekatën e dytë Felekun, edhe në sunet ose në farz, me fillu tani me Ihlas edhe në rekatën e dytë prapë me Nas. Po, e qartë. E kom bot qartë? Po, pyetja tjetër? Pyetja tjetër është çysh qëndron puna e lutjes e duas mas namazit. Se kam ndëgju të disa hoxhallar që po thojnë nuk duhet për çdo namaz, mas çdo namazi me bë lutjen e namazit. Edhe kjo është pak një breng se unë kështu jam mësu. Me atë ilmi hallin që e kom mësue çysh më fal, ajo më figuron në fund lutja e namazit, duaja e namazit, e unë gjithmonë e bëj. Po, e qartë, e kuptum. E qartë. Faleminderit.
Zotit të rujt, selam aleikum. Faleminderit të piu, aleikum salam, rahmatullah. Pyetja e parë, do më thonë lidhje me surat, nuk din shumë sura, normal, shumë nga besimtarë nuk din shumë sura, por ato që i din i përdorin namaz. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, pastaj vazhdojmë me pyetjen. Po urdhani? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Hoxhë nderuam, të gjoj shumë ligjërata tua rreth, sidomos rreth mbulesës, edhe elhamdulillah kam vendosur më mbulu. Po dashta edhe disa këshilla qysh me qëndru e fort. Ka rshi do me thonë tash njerëzit flasën e kështu, që as mos me hynë debatet kota one e as ata. Këto deshta Allah ju shpërblet. Amin, alhamdulillah. Vetë mira. Selam aleikum. Aleikum salam. Mirë, deri sa të kemi telefonat. Mirë, ka telefonat prapë, e inkuadrojmë po urdhani. Alo. Po urdhna, po i dëgjojmë, urdhani. Selam aleikum. Aleikum salam. Deshta me bë një pyetje. Po, urdhna. Jam martu tash frek. Po. Edhe problemi është të burri, po jo të unë. Po. Është pak problem gjithë. Për në marrëdhënie, kur ban me bë burri, sa nuk mund me ban, a kështu thot është mirë. Ku është problemi? A ka Po e qartë, e kuptum. A ka siher, apo ka hasad? Po, e kuptum, faleminderit, e kuptum. Aleikum selam. Mirë, kemi të telefonat e inkuadrojmë, po urdhani. Selam aleikum. Aleikum salam, rahmatullah. Deshta më ta bëni pyetje për dhikrin e mëngjesit. Po. Masi ta fali sabajin në flej, edhe masanej më e bëj dhikrin, po mu më thanë që nuk duhet me flej, duhet me bëj dhikrin, me fal edhe 2 rekate namazin e duhas, edhe masaj me flej, se nëse flej nuk pranohet, a është vërtet? Po, e kuptova, e tash me një përgjigje inshallah. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum salam. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë, mund të inkuadrojmë një telefonat të fundit, për faktin se kemi shumë pyetje, ndërsa koha veç është në përfundim me sipër. Mirë, nuk kemi telefonata dhe shpresoj që kjo me dhikrin të jetë e fundit për sonte inshallah. Pyetja e shikues nga Mërgata ishte, domthonë, i di 4 sura, surën Kauthar, Ikhlas, Falak edhe Nas. Këto janë 4 surat për të fundit, veçanërisht sura Ikhlas, Falak edhe Nas, janë surat e fundit të Kur'anit. Thot 2 i lexoj në sunat, pastaj 2 tirat vazhdojmë lexuar në farz. Në rregull nuk prish punë. Është e preferuar që nëse brenda një namazi, për shembull sikurse farzi ose suneti, në rekatën e parë të lexohet një sure që është para surës që kemi në rekatën e dytë. Pra nuk është mirë që në rekatën e parë me lexuar surën Nas, pastaj në dytën surën Falak, nga se ke prish radhitjen dhe nuk është mirë kjo radhitje me u prish. Madje nuk është mirë që domthon të ketë mes sureve veç një dallim, një sure. Kjo preferencë dietarëve është domthon që realisht ose shkon me rritje ose i kthen 2-3 sure, veçanërisht kur janë nga të shkurtrat. Por ajo që është e kërkuar që ti përmbajmë atje për është çështja e radhitjes. Po flas nëse jemi në një namaz, sunet ose farz. Nëse ndam namazet, e kena fal sunetin, apo tash do të fal farzin, s'prish punë. Sura që ke këtu në sunet mund të jenë tjera, e ka marrën tash mund të miknu njëjtat sura që ke këtu në sunet, mund të miknu në farz. S'prish punë. Mund të miknu tjera, ato që e din. Gjitha këto opsione janë të mundshme dhe janë të elhamdulillah të lejuara pa asnjë të lashë. Se përket duas pas namazit. Shpesh këto pyetje bëhen domthonse se ka nganjë paqartësi, dhe mendoj që këto çështje ka pas nganjë çështje jo duhura për me trajtuar që tek njerëzit ndoshta janë shkaktuar ka pak edhe paqartësi edhe mjegulli. Mas part me kuptuar se njeriu kur të jap selam, pas sa të japim selam, namazi ka përfunduar. Don këto pas selamit janë gjëra vullnetare. Don bën edhe mos më bu fara. Ka njerëz që mendojnë se prish abdesin pas namazit. Duke bërë të spish kanë marr abdes, më bërë të spish me abdes. Nuk është kusht.
Dhe e parë duhet me do me sa që është obligim, edhe ajo që kam në namaz, edhe ajo që është pas namazit. Ajo që është mbrapa namaz është obligim. Namazi fillon me tekbirin, fillon se Allahu Akbar dhe përfundon me Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kur këtë ke kry, namazi ka marrën. E prish abdesin për shkak ose keni me shku në banjë, shka prish abdesin, pastaj kthehesh me botë spit, prish punë. Qase të spit bën me i bë edhe pa abdes, nuk prish punë. E preferuar dhe mirë është me pas abdes, por po them nuk është abdes i kushzuar në veprimet pas namazit, sikurse është brenda namazit. Do veprimet pas namazit vullnetare. Edhe këtu nuk duhet mi marr aq strikt, domthonjë që në kuptim të thotë që njëri me kuptu tash se s'ban pa i bëu se duhet mi bëu se çdo qoftë. Kjo është e para me kuptu, me dallues obligimit edhe asaj që është vullnetare. Çështja e dytë është se përket duas, domos namazit është e transmetuar që pejgamberi alayhi salatu wasalam në aspektin gojor, në aspektin teorik e ka përmendur se duaja pas namazit është nga vendet ku pranohet. Nëse i ulur je namaz, ke qenë namaz me abdes, gjitha rrethot janë që namazi domthon me ndiku në pranimin e duas. Nuk duhet me përjashtu duan pas namazit. Veç në çështje ashtu se pejgamberi se ka bëu këtë dua, sikur se bëhet tek ne, në këtë formë, andaj shumë nga dietarët e kanë thënë që mirë që mos të jetë diçka e vazhdueshme, gjithë me bëu sikur se më kon pjesë e namazit. Sikur se më kon diçka mungo me lon kurse bën. Ban me lon kanë era, thonë. Sa mos e pasu dhe vazhdimësie që realisht nën kuptohet si me kon pjesë përbërëse e namazit. Sikur se më kuptohet se pa to nuk bëhet, apo. Pra nuk bën me fal kur namaz pa buruku. Nuk bën kur me fal namaz pa dhënë selam. Dikush pra më thonë që bën e kërë mos më dhënë selam. E kryen namazin do të qosh ec. Si mos më kon kush. Jo s'ban, do gjithë më dhënë selam. Do gjithë me marr tekbir fillestar. Nëse këtu janë pjesë përbërëse të namazit. Duaja nuk është pjesë përbërëse të namazit. Prandaj njëri bën nga njëri dua, nga njëri nuk bën dua, që realisht mos më e bëj një traditë vazhdueshme sikurse më kon pjesë përbërëse e domosdoshme e namazit. Në këtë kuptim duhet me e trajtuar këtë çështje. Nëse bën sprish punë, por jo me kuptues se çka pandar e ngjit me namazin dhe sa të bëhet namaz duhet më bëu edhe më bëu doja. Por me e thyj këtë mendsi, lënia e duas nga njëra është domthon është ajo që realisht e kanë shpjeguar dietarët si çështje që e shkput lidhjen e duas me namazin, në kuptim të veprimit, në kuptim të përbërjes së veprave që janë brenda namazit, atyre që janë jashtë namazit. Çështja e dytë ose pyetja e radhës është një motër muslimane ka ardhur në përfundim që duhet të mbulu, elhamdulillah. Unë e uroj për këtë vendim dhe gjë motër muslimane që ka marrë vendim me zbatuar në urën të Allahut, lutem Allahun që Zoti më u lehtësu këtë vendim. Nuk është i lehtë, veçanërisht në kohën tonë, por ajo që në Allahun mbështetet dhe e ka me seriozitet dhe me vërtetësi, Zoti ka më ndihmu edhe shumë lehtë ka mu përshtat në këtë pamje, ka mu përshtat me këtë dukje që dikur ka më qenë pjesë përbërëse e qenjes saj nuk paramendon me ndonjë ndryshe. Madje gjithë ato friksime që ndoshta e ke pas fillim dhe hamendsi ka më pas që kanë me kalu dhe ka më pas që nuk kanë qenë fare reale. Çështja e dytë, domthon është se çish me qenë stabile. Stabiliteti ndërtohet në disa faktorë. E para, më që duhesh me ngu ligjërata që flasin për stabilitetin në fe. Me që mbulesa është pjesë e fesë, domthon dëgja ligjërata si të jesh stabile në fe. Se ato që të mundësojnë me qenë stabile në fe, ta mundësojnë me qenë stabile edhe në mbulesën tënde, në namazin tënd, në gjitha punët e fesë tënde. Prandaj nga ligjërata, lexo për rëndësinë e stabilitetit, çka ndikon stabilitet. Nga faktorët më të rëndësishëm të stabilitetit është dituria. Sa më e informuar që je, sa më tepër ja rikujton vetes tënde rëndësinë e mbulesës, domethënë obligueshmërinë e të qenë e mbuluar, shpëlimin e Allahut për mbulesën e kësaj radh, më tepër domethënë furnizosh me stabilitet. Jo vetëm për mbulesën, por kjo vlen edhe për namazin, vlen edhe për gjërat e ndaluara. Sa më tepër lexojmë për një haram, do të na shtohet neveria, shëmtueshmëria karshi këtij harami dhe rezistenca kundër tij që mos më e veprua. Andaj dituria është shumë e rëndësishme. Informata, mund të kemi informata të përgjithshme. Namazi është obligim. Rregull, kaq. Po ka dikush që din më shumë se kaq. Namazi është dritë, namazi është kjo, namazi është kjo. Sa më tepër dim për namazin, më stabil, më mirë falim. Çështë vlen edhe për mbulesën. Pastaj shoqëria, shoqërau, besoj që kimu të muslimanë të mbuluara, apo edhe një me
je nga ato që falet, edhe me siguri ke pas dhe me tani kontakte me motra të mbuluara, sa ma afër rrini, sa ma tepër diskutoni, bisedoni, çani hallet e juaja, ma tepër stabilitet ka. Për shkak se njëra tjetrën e forconi, sikurse besimtarët, ashtu edhe besimtarët. Allah ka përmendur se besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit, ndihmohen për krahën. Prandaj besimtarët e ndihmojnë njëri tjetrën dhe besimtarët e ndihmojnë njëri tjetrin. Prezenta në gjërata, në mësimet të xhallarëve është ajo që të ndihmojë me konstabile e kështu me radhë. Duaja, lut Allah xhallahu ala me të forcu. Nga dua që më shpesh ti ka bu pejgamberi ka thënë ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ku zot që ti i rrotën zemrat e robëve, më mbaj zemrën time stabile të qëndrueshme në rrugën tënde, në fen tënde. Pa duaja, lut Allah xhallahu ala që Allah më ndihmu, dhe Allah ka më ndihmu. E se përket njerëzve, jetoj jetën tënde dhe me njerëz mos u merr fare. Nga se në këtë situatë ata që ta dojnë mirën e ata që e din këtë obligim, ka me të përkra dhe ka me të uru për këtë vendim. Ata që nuk din, mosh me usharu. Mosh me këquptu, po mbulesa është obligim, nuk jam veç unë mbuluar, ka pas para me, nona tona, gjyshet tona, traditë jone është mbulesa, sot diçka e re që ka ardhur, prej kur ka islamin në trojet tona që afër, domthon 6 sheku e sa pa bëhen, apo mbulesa ka qenë prezente. Mbulesa ka qenë prezente në vendin tonë, pej kur janë xhamiat, pej kur është namazi, pej kur është agjerimi. Bashk, ndaj, qysh namazi është normal mu falë, qysh agjerimi është i prapur, edhe mbulesa ka qenë dikur, por komunizmi ka ardhur, i ka prish disa simbole, tash imi ndiri, elhamdulillah, edhe nuk kemi arsye që tash, domethënë me u hatru ose me keq kuptuar çështën e mbulesës, për shkak se kurse ka pru mbulesën, mbulesa këtu ka qenë, dhe këtu ka Mehmet, për shkak se këtu ka musliman, e ka muslimane që janë të interesuar me qenë në përputhje me udhëzimet e Allahut xhalla xhelalu, dhe nga praktikat e motrave tona besimtare dëshmohet se pengesë nuk ka qenë në asnjë aspekt të jetës së tyre, por tjerë kanë këtu me bë pengesa. Jo, domethënë, jo që mbulesa ka qenë pengesë. Andaj debate sa më pak, nëse ka nevojë dikush për sqarim, ka keq kuptime, është i sinqert ndonjë grua, ndonjë dikush ka nevojë për më sqaru, veç pyet, pse jo? Me urtësi, me butësi, shpjegoja, tregoja në pika të shkurta çka është mbulesa, ndërsa për tendenciozët, për keqadarësit, për provokatorët, veç thuj, ju përshëndes, kam jetën time dhe ju keni jetën tënde, vazhdojmë tutje dhe je rahat, inshallah në këtë aspekt, jo veç për mbulesën, po për çdo aspekt tjetër. Nuk ka llogari besimtare me up as kohë, as nerva, me njerëz që realisht kanë tendenca keqadarëse, janë provokativ në çastet e tyre, edhe qëllimi i tyre është vetëm me kriju një lloj shqetësimi edhe një lloj hutije tek besimtarët. Me ta mos u merrni ju. Nëse kanë nevojë për në diskutim, debat, shkojnë tek xhallarët. Ata ju shpjegojnë çka ka, edhe xhallarët kanë mjaftuar shumë. Domethënë, elhamdulillah, përgatitje që edhe me provokatorët me ditë se si me komunikues janë të interesuar së punë, por jo të tjerët nuk kanë nevojë me rënë provokime, ma mjafton që me qenë të qetë, me qenë të urtë, me qenë të butë, me qenë të sjellshëm, me tregu me të vërtet moralin ton, edukatën ton, sjelljen ton dhe ndikimin e shamis edhe në jetën përgjithshme, në kuptimin e raporteve të mira me njerëzit dhe komunikimin e përgjithshëm që e kemi në jetën e përditshme. Pyetja e radhës është e martuar ka problem me burrin, nuk du me paragjyku tash çfarë problemi ka burri. Burri mirë është që me një dy rrugë, me shku te mjeku, mund të ketë probleme shëndetësore që realisht nuk i mundsojnë një akt të tillë normal me gruan e tij në jetën bashkëtorë, ka mundësi që me një terapi, me një trajtim caktuar mund që i kalon kjo inshallah binillah, por mund të ketë edhe ndonjë prekje nga sehri kështu me radhë, që ka nevojë me shku në një hoxh i besueshëm, që ndoshta përmes leximit të Kuranit ose përmes një diskutimi bashkë me ta mund të vijë në konkluzion se për çka bëhet fjalë, po edhe ja pasaj terapinë të caktuar, më rëndësishme që duhet më u trajtu, nuk vjen me mbet kështu, nuk është marrë që më u trajtu edhe në këtë aspekt, nga se këto probleme ndodhin dhe nuk kanë diçka që i kanë ndodhur atij. Ndodhin shumë njerëz që kanë problem njerëz në këtë aspekt, por elhamdullah ka zgjidhje. Edhe ai me që është martu, është dash këtë punë me trajtu. Nëse është martu, është dash këtë punë me trajtu. Prandaj, nëse se ka të rudin më tani, unë e këshilloj që me e trajtu në këto dy binar. Në binarin mjekësor, por edhe tek xhallarët e besueshëm, e dijshëm që realisht din me trajtu këtë punë si duhet, e katën elhamdulillah kësë që mundën më dhon shërimin e duhur, nëse ka të bëjë me atë pjesën e caktuar që e mbulon udhëzimi fetar në raport me këto probleme.
Edhe pyetja e fundit, dhikri i mëngjesit thotë e bëj pastaj flaj. Dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes e kanë kohën e vet. Dhikri i mëngjesit fillon prej kur hyn sabahu deri kur të lind dielli. Kjo është koha e dhikrit sabahut dhe nuk bën me e nxjerr jashtë kohës vet. Për sa quhet dhikri i mëngjesit. Nëse të kanë zonë gjumi e ku në lodhur, ka pas arsye, pastaj kur ka dalë gjumi e ka bërë dhikrin, nganjëherë nuk prish punë. Me vazhdu dhikrin ku ke mbet për shkak se të kanë zonë gjumi. Mirë po, me elon qëllimisht, po flajt tani kur shëna bëj, jo nuk bën. Nga se dhikri i mëngjesit, do në lutjet e mëngjesit që i bëjna pas namazit, realisht koha aty në është derisa të lind dielli. Kur lind dielli, del koha aty në. Del koha dhikrit të sabahut. Për shkak se edhe sabahu ka përfundu. Dhe ka emrin dhikri sabahut. Dhikri sabahut më bën drek se ka kuptimin e vet. Dhe e bën para se me lind dielli. Nëse thash ke arsye të caktuara që bëhet fjalë për aspektin shëndetësor, lodhjen e madhe, gjumin që s'ki mundësi me rezistu, nxen gjumi s'prish punë, e bën kur zgjohesh, ke arsye. Po në esencë duhet me bë para se me lind dielli. Ndërkohë shikues, kjo ishte e tëra personte. Dashur Allah që të takohemi përsëri në takimet e radhës. Deri atëherë, Zoti ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullah.